Trajneri i Shqipërisë Silvinjo komentoi zgjedhjet e bëra në listë për dy ndeshjet e muajit qershor ndaj Serbisë dhe Letonisë. Tekniku Kuqezi deklaroi se ky grumbullim vjen në një moment kur lojtarët mund të mos jenë në maksimumin e tyre dhe tha se ka 10 ditë kohë për të bërë diçka të mirë. Është një moment specifik i gjithë sezonit dhe një datë specifike FIFA, duke qenë se shumë prej lojtarëve mbarojnë sezonin komplet në këto momente dhe një pjesë prej tyre mund të jenë shumë të lodhur duke qenë se kanë luajtur shumë gjatë sezonit, një pjesë prej tyre mund të kenë luajtur më pak, disa prej tyre që mund të jenë dhe lojtarë jo domosdoshmërisht tanët, po ndoshta kanë 10 ditë që janë tashmë me pushime sepse e kanë mbaruar sezonin me klubin e tyre. Ne kemi 10 ditë, ndoshta edhe pak më pak, rreth 7 ditë për të bërë një punë shumë të mirë, për ta zhvilluar punën edhe e ritheksoj që është një moment specifik ky i këtij grumbullimi. Ndeshjet ndaj Serbisë dhe Letonisë, Silvinjo i cilësoi si shumë të vështira, ndërsa shtoi se janë ekipe të forta fizikisht. Janë dy ndeshje të dyja të vështira edhe me dy kundërshtar skuadra fizikisht shumë të mira që do të na duhet të shpenzojmë shumë energji, por do duhet të punojmë mirë për këto të dyja sfida. Mesazhi që i vjen lojtarëve është që un kam nevojë për të 27 prej tyre dhe duhet fokusohemi tek puna për këto dy ndeshje, specifikisht tek ndeshja e parë që e kuptoj, është një ndeshje pak më specifike, më e veçantë, e njoh historinë, por ne duhet fokusohemi tek loja jon, tek futbolli që dim të bëjmë dhe ta bëjmë mirë atë. Ne jemi një skuadër që futemi me zemër edhe me shpirt në fushë edhe kemi theksin tek identiteti jon, të kemi një identitet tonin si skuadër, të futemi në fushë për të luajtur futbollin që ne dim. Janë ndeshje të vështira, po aty duhet fokusohemi që të bëjmë punën më të mirë. Trajneri i Shqipërisë u shpreh se është krenar për lojtarët e grumbulluar, ndërsa theksoi se ka limite edhe për ndryshimet. Rikujtoj që Julian Shehu është rigrumbulluar përsëri, është hera e dytë që është me ne, Dajsinani është hera e parë që grumbullohet, Ali është rikthyer përsëri tek ne në këto dy grumbullimet e fundit, Pajaziti kam përshtypjen që është grumbullimi i tretë për të. Kërkova para disa ditësh të printohej lista e grumbullimit të parë që kemi bërë, 5 vite më përpara dhe ka ndryshim shumë të madh nga kjo listë. Unë përfaqësoj 10 njerëz, rreth 10 njerëz të cilët punojnë çdo ditë duke ndjekur lojtarët, duke vëzhguar performancat e tyre në mënyrë që ne të bëjmë më të mirën për ekipin dhe të përmirësohet e gjithë lista e grumbullimit, por në fund të fundit është fusha ajo e cila flet. Nga këta 27 lojtarë mua më duhet që të vendos 11 prej tyre për në formacion për të luajtur në ndeshje. Ne jemi të kënaqur me lojtarët që kemi, janë lojtarë të cilët janë duke u rritur, na sjellin gjëra të rëndësishme në ekip, por gjithmonë ka një lloj limiti për të bërë ndryshime nga një grumbullim në një tjetër, ne nuk është se mund të bëjmë dot 6-7 ndryshime në çdo grumbullim. Unë pres shumë nga secili prej lojtarëve, nëse është dikush një lojtar tjetër shqiptar i cili është në qarkullim, sigurisht ne jemi në ndjekje të tij, po jam krenar edhe pres shumë nga lojtarët që kemi grumbulluar. Shqipëria do të përballet me Serbinë më 7 qershor në arenën kombëtare, ndërsa ndeshja ndaj Letonisë do të luhet më 10 qershor në Transfert.